Ish generali izraelit Amir Avivi ka deklaruar se Izraeli ka liruar tokën në Gazën jugore për ndërtimin e një kampi për palestinezët, i cili potencialisht do të jetë i pajisur me teknologji mbikëqyrjeje dhe njohjeje të fytyrës për çdo që futet atje. Rezervisti në pension Avivi i tha Reuters në një intervistë se kampi do të ndërtohej në një zonë të Rafahut të pastruar nga tunelet e ndërtuara nga Hamas, me hyrje dhe dalje të monitoruara nga personeli i Izraelit. Avivi është themeluesi i forumit me ndikim të mbrojtjes dhe sigurisë së Izraelit, një grup që përfaqëson mira rezervist ushtarak izraelit. Ai nuk flet në emër të ushtrisë izraelite, e cila nuk pranoi të komentojë. Zyra e kryeministrit izraelit nuk dha menjëherë komente mbi ndonjë plan për të ndërtuar një kamp në Rafah. Avivi tha se kampi do të ndërtohet për të strehuar palestinezët që dëshirojnë të largohen nga Gaza dhe të kalojnë në Egjipt, si dhe ata që dëshirojnë të qëndrojnë. Komentet e tij vijnë ndërsa Izraeli përgatitet për një rihapje të kufizuar të pikës kufitare Rafah të Gazës me Egjiptin, një kërkesë kyçe sipas planit të presidentit të SBA-s, Donald Trump, për t'i dhënë fund luftës në Gaza. Burime i tha në Reuters këtë muaj se Izraeli dëshiron të sigurojë që më shumë palestinezë të largohen nga Gaza sesa lejohen të hyjnë. Zyrtarët izraelit kanë folur në të kaluarën për inkurajimin e banorëve të Gazës për të emigruar, megjithëse mohojnë se kanë ndërmend të zhvendosin popullsinë me forcë, një çështje shumë e ndjeshme për palestinezët. Nuk ka pothuajse asnjë banor të Gazës në Rafah, tha Avivi. Zona ra nën kontrollin e plot ushtarak izraelit pas një armpushimi midis Izraelit dhe Hamasit në tetor, dhe shumica e palestinezëve ikën drejt zonave të mbajtura nga Hamasi. Duhet të ndërtohet infrastrukturë në Rafah që mund t'i strehojë ata, dhe pastaj ata mund të zgjedhin nëse duan të shkojnë apo jo, tha Avivi. Ai shtoi se struktura ka të ngjarë të jetë një kamp i madh i organizuar, i aftë të strehojë qindra mijëra njerëz që mund të zbatojnë kontrollet e identitetit, përfshirë njohjen e fytyrës. Në korrik, ministri i mbrojtjes i Izraelit, Israel Katz, u tha mediave izraelite se kishte urdhëruar trupat të përgatisnin një kamp në Rafah për të strehuar popullsinë e Gazës. Zyrtarët nuk kanë folur publikisht për plane të tilla që atëherë Ismail Al-Tawabta, kreu i zyrës së medias së qeverisë së Gazës, të drejtuar nga Hamasi, i tha Reuters në një deklaratë se ideja përbënte mbulim për zhvendosje të detyruar. Palestinezët në Gaza, të shkatruar nga 2 vjet sulme izraelite në enklav, janë përballur prej kohësh me kufizime në lëvizjen e tyre, dhe monitorimin e aktivitetit të tyre në internet dhe thirrjeve telefonike nga agjencitë izraelite të mbikëqyrjes. Pothuajse të gjithë 2 milion banorët e Gazës janë detyruar të zhvendosen në një rrip të ngushtë bregdetar, nga i cili forcat izraelite u tërhoqën sipas armpushimit dhe ku Hamasi ka ruajtur kontrollin. Plani i Trump për Gazën, tani në fazën e tij të dytë, kërkon që rindërtimi i Gazës të fillojë në Rafah dhe që Hamasi të dorëzojë armët në këmbim të tërheqjes së mëtejshme të trupave izraelite nga territori. Avivi tha se ushtria izraelite po përgatitej për një ofensivë të re kundër Hamasit. Nëse ky i fundit refuzon të dorëzojë armët e tij, kjo mund të përfshirë nisjen e sulmeve në qytetin e Gazës, enklavën më të madhe të saj. Ushtria izraelite thotë se ka vazhduar të kryejë operacione në Gaza, që nga armpushimi për të penguar ato që i përshkruan si sulme të planifikuara nga militantët dhe për të shkatruar rrjetin e tuneleve të Hamasit në Gaza. Sulmet izraelite që nga armpushimi kanë vrarë më shumë se 480 palestinezë në Gaza, thon autoritetet shëndetësore atje, ndërsa ushtria thotë se 4 ushtarë janë vrarë në sulmet e militantëve. Avi Dittcher, një ministër në kabinetin e kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu, dhe ish kreu i shërbimit të inteligjencës së brendshme të Izraelit, tha se mosmarrveshjet mbi çarmatimin mund ta çojnë Izraelin përsëri në luftë në Gaza. Hamasi ka refuzuar publikisht të dorëzojë armët. 2 zyrtarë të Hamasit i thanë Reuters këtë javë se as Washingtoni dhe as ndërmjetësuesit nuk i kishin paraqitur grupit ndonjë propozim të detajuar ose konkret për çarmatim. Sipas një dokumenti të ndarë nga Shtëpia e Bardhë javën e kaluar, administrata Trump dëshiron të shohë armët e rënda të çaktivizuara menjëherë, me armë personale të regjistruara dhe të çaktivizuara sipas sektorëve, ndërsa policia në një administratë të përkohshme teknokratike në Gaza të bëhet e aftë të garantojë sigurinë personale. Trump e ka paralajmëruar vazhdimisht Hamasin se do duhet të paguajë ferrin nëse nuk i dorëzon armët. Një zyrtar amerikan tha të martën se çarmatimi mund të shoqërohet me një lloj amnistie për anëtarët e Hamasit. Duke folur para parlamentit të Izraelit të hënën në mbrëmje, Netanyahu tha se faza tjetër e armpushimit nuk do të përfshijë rindërtimin e Gazës.